Më 9 nëntor në kutitë e votimit të votojmë të gjithë për ndryshim për numrin 105 për kandidatin më të mirë, Hajrullah Sheku. Kryetar, era për vjetë që të morën Prishtinën. Derisa të tjerët bëhen bashkë për pushtetin, ne duhet të bëhemi bashkë për ajrin e Prishtinës. Ajri i Prishtinës vazhdon të jetë i ndotur dhe ne duhet të veprojmë urgjentisht për ta ulur nivelin e ndotjes së ajrit në Prishtinë. Kemi nevojë për menaxhim të mbetërinave, kemi nevojë për mbyllje të deponive ilegale të Prishtinës, kemi nevojë për një transport publik efikas që të kemi më pak vetura në përdorim, kemi nevojë për siguri të pronës. E di që edhe për këtë zonë quajnë, një nga shqetësimet kryesore është pasiguria mbi pronën tuaj. Ne duhet të bëhemi bashkë edhe për turizmin në zonën e vjetër të Prishtinës, sepse përderisa në fshatin e Prishtinës, mundësia kryesore është agroturizmi, në qytet turizmi është në zonën e vjetër. Zona vjetër që ka trashëgiminë e vet kulturore, historinë e vet, rrugët e vjetra, rrugicat, shtëpi, duhet të jetë një destinacion turistik në mënyrë që banorët e kësaj zone të përfitojnë edhe nga turizmi. Unë si prind, të dy fëmijë me autizëm, shkoj me çik në shkollë dhe nuk parkush pagesë, dhe bëj ditën në shkollë. Kemi propozuar një skemë të subvencionimit, sidomos për fëmijët me autizëm, që prindërve të dalim në ndihmë, sepse ato shërbime kushtojnë shumë, që po e kemi në program, do të ketë edhe subvencionim për shërbime profesionale që marrin fëmijët me aftësi ndryshme. Zemër si për herë, be saber si gjithë